nuk e di si do të përfundoj rezultati zgjedhor. Ai do të jetë përcaktues dhe determinues në mos të madhe se a do të kemi riciklim të krizës, a do të kemi vazhdim permanent të këtyre krizave, rrshitjen e modelit bullgar ku mbashin zgjedhje të vazhdueshme parlamentare deri në krijim të institucioneve, apo me të vërtetë subjektet politike do ta gjejnë gjuhën e tyre dhe do t'i tejkalojnë mosmarrveshje që i kanë t'i japin vendit institucionet, sepse presionet janë shumë të mëdha. Kemi diskutuar tash, mos hyjmë edhe një herë të përmendim të njëjta tema, çështja e buxhetit e tjera, humbjet e brendshme të ndërkombëtare të Kosovës, janë të jashtëzakonshme. Kosova është pa institucione legjitime në këtë fazë më delikate kur po ndodhin ndryshime tektonike globale. Sa s'ka kusht plot në emën të Kosovës në botë. Kosova është e papërfaqësuar, Kosova është pa zë në këtë drejtim. Dhe ne tash po i rihapim tepër, ne prononcimet apo themi kështu analizat e disa prej ekspertëve kryesor të ftuar në Senatin Amerikan dhe dhomën përfaqësuese, dhe të gjitha ata në një farë mënyrë u shprehen me një lloj, vazhdojnë ta ruajnë admirimin, vazhdojnë ta ruajnë interesimin për Kosovën dhe e konsiderojnë të domosdoshme mbështetjen amerikane edhe për këtë administratë për Kosovën. Njëri prej tyre tha është do thotë tehet i shqetësuar për ikjen me të madhe të rinisë kosovare, shkretimin e këtij vendi, tha është humbje, mos harro, tha edhe Komisioni për punë të jashtme i Senatit Amerikan. Dhe atë çka tha, është humbje, tha, do thotë, edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos harrojmë ta Kosova, tha, është 100% kundër Kinës komuniste, nuk ka investime kineze. Nëse të kujtohet rretën, disa herë kam thënë këtu në këtë studio televizive që kauza nuk është e humbur. Ta përdorin këtë, do thotë, sepse Serbi u përmend fakti që në Serbi janë miliarda investime kineze dhe kjo administratë prej fillimit, kushdo që ka pasur shansën mundësinë, kushdo që ka dashur ta lexoj, jo mundësi, por kushdo që ka dashur ta lexoj, e ka bërë qartë që rival kryesor geostrategjik e konsideron Kinën për të ardhmen e interesave hegemonike të. Dhe ajo u potencu pikërisht në atë seancë dëgjimore. U përmend cilësia pozitive e Kosovës, pse nuk ka asnjë lloj marrëdhënie me Kinën dhe është një vend kundër Kinës. Ka thënë që Kosova duhet ta përdorë këtë. Theksi ishte ky. Vendet të cilat janë kundërshtarë të Kinës. Senati Amerikan u tha, na brengos ikja atrive. Duhet ta mbështesim Kosovën që është kundër Kinës, siç jemi edhe ne. Dhe çka kam thonë, është jetike për politikën në Kosovë, për institucionet shtetërore që ta gjejnë në mënyrë të domosdoshme rrugën, të intensifikojnë kanalet politike dhe diplomatike me shtëpinë e bardhë, pikërisht mbi këtë pretendim. Sepse Serbisë do t'i duhet bëj kompromise shumë. Nuk është më Rusia në pyetje, siç thuhet, është gabim, është rreziku që pozon Kina për rendin ndërkombëtar për shkak të potencës saj të madhe ekonomike. Dhe kam thënë që duhet t'i gjejnë metoda, mënyrë në këtë emision disa kohë. Dhe çka ndodh? Ne në një kohë si qeveria do të mund ta përdorte. Ta përdorte këtë mungesën e investimeve kineze në Kosovë, mungesën e marrëdhënieve më shpejt në administratë, sepse jemi në njëjtën linjë për të kufizuar potencialin destruktiv revizionist të këtij shteti të largët asiatik. Dhe tash kam thënë pikërisht në këtë kohë kur është domosdoshme që ne kemi kontakte. Por çka thanë edhe ata të tjerë? Që a shohin Kurtin si obstruksionist qartë. Ky është bllokues. Po edhe tash. Ishin qartë. Qartë ishim, po. Dhe tash në këtë kohë kur është domosdoshme që të ekzistojë dhe të intensifikoj, ne s'kemi qasje në shtëpinë e bardhë. A jemi në njëjtën agjencë? Rrit fare paradoksin do. Jemi në njëjtën agjencë gjeopolitike e globale, mirë po nuk po arrijmë ta gjejmë mënyrën e komunikimit, nuk kemi komunikim dhe qasje për ta intensifikuar dhe për të përfituar në masë shumë të madhe. Përfitimi më i madh i Kosovës në këtë drejtim është që është e rreshtuar formalisht, por që edhe të vendos kanale të duhura politike, diplomatike në këtë drejtim që t'i bëhet të qartë që jemi në njëjtën agjendë. Por çka flet për ju edhe politikisht, duket që zotit Kurti nuk i bën përshtypje që vjen nga Washingtoni. Nuk po them elektoratin ti, si nuk duhet të paragjykoj. Edhe pse nga rrjetet sociale shohim që disponimi i zotit Kurti dhe i politikanëve të tjerë në partinë e tij ka, siç thuti, ka introjektu, ka implantu një lloj disponimi edhe anti-amerikan që t'jemi të qartë. Shohim nga rrjetet sociale kush është Amerika, le të shikoj Amerika punët e saj, etj. Mirë, le të vazhdojmë kështu. Tash edhe në disa herë kam thënë, unë jam i shqetësuar edhe do thotë pse nuk po arrijmë t'i korrim këto suksese kur ekzistojnë mundësi shumë të mëdha në këtë drejtim. Është përgjegjësia e tij politike. Le të vendosë elektorati, le të vendosin qytetarët e Kosovës nëse mendojnë që kjo është rruga e duhur.
unë para sa mundem dhe para sa di, do thotë kam për obligim ta them para opinionit publik, ta bëj ditur sepse nuk po du t'ja veti cilësi profetike, por si që pas në dhomën e senatit të konfirmu ajo që është thënë në këtë studio të Varbris, që edhe ato nuk e kam thënë në mënyrë autentike, originale, po duke u bazu në shqetësimet e ish diplomatëve të cilët tashmë janë të pensionuar, se si e kanë këshilluar Kosovën se nga duhet të orientohet dhe ta përfitoj hapin në raport me Serbinë pikërisht në këtë kauzë ndërkombëtare.